Këto linjat e shpejta. Një sektor me potenciale të mëdha ekonomike e konsideron Sali Berisha turizmin, duke premtuar mbështetje për këtë sektor. Në një tryezë me shoqatat e turizmit në vend, kandidati për kryeministër pojë se së pari sektor do të formalizohet. Turizmi ka një problem shumë madhor në Shqipëri. Problemi madhor në Shqipëri i turizmit është informaliteti në cilin ky sektor noton. Kërkoi nga të gjithë që të jenë të përgjegjshëm në trajtimin e vizitorëve dhe tregoi se si do të veprojë me strukturat e vogla akomoduese. Nuk kemi ndërmend të ndalojmë Airbnb-n, por formalizimi është një kusht i domosdoshëm. Premtoi mbështetje për bizneset në këtë sektor, ku pohoi se shteti do të paguajë punonjësit me pagë minimale jashtë sezonit. Ne së bashku me këto shoqata do të arrijmë një marrëveshje ku shteti do marrë përsipër një pjesë të pagave të punojësve të industrisë turistike jashtë sezoneve. Që ky sektor të shohë vit pas viti, lideri opozitar premtoi se nëse në 11 maj marrin besimin e shqiptarëve, do të investojnë në infrastrukturë për të afruar më shumë vizitorë në vende turistike.